Përshëndetje mes të dashur të emisionit Distrikt, po takohemi edhe sonte në episodin e 7 në emisionin tonë në kanalin tonë YouTube, ku sonte kam kënaqësinë që të ftuar kam një prej personazheve më të dashura të publikut. Është një po ashtu prej personazheve më të komentuar pas intervistave të direkte dhe të sinqerta që i ka çdo herë, është me mua Blero. Blero, mirëmbrëma dhe mirë se vjen në Distrikt. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Jam plotësisht. Blero, fillimisht më thuaj si je, duke ditë që tash të kohë jemi mjaft i angazhuar edhe me lancimin e albumit të ri. Qysh po kalon, qysh po e menaxhon kohën edhe sa po ja del në fakt? Mirë jam, pak me stres, normalisht. Punë bëj shumë, kështu mirë jam, por jam të menaxhu. Okej, besoj që mirë. Po duhet si me thonë, kjo jeta dinamike e sotit nuk është e lehtë, por në këtë rast edhe kur folëm për muajt e fundit që kom punu në album, ka qenë bëjegi pak me stres, po kështu në përgjithësi, okej, të menaxhoj. Çka mundesh më na tregu diçka për albumin tënd ri? Qysh u inspirove me nis ose me kriju këtë album? Albumin, me të kallëzu drejtë kom pas në mendje për 102 vjeta më shumë në kriju album. Po s'kom pas kohë edhe ndoshta s'kom pas atë, si me thonë, energjinë e duhur. Ose vullnetin e duhur për me fillu me punu me album. Por më shumë una me thonë që njerëz që i takova kohët e fundit në studio, që normalisht i ndrova disa producenta, më inspiruan bëjegi shumë. Edhe energjia e mirë, gjithçka shojke, si me thonë, rrjedh shumë, letë. Du mi falenderu sigurisht Neskon, Rinesin, Lorikon, Mande Unique Beats, Denisin, Albinën e tutje, njerëz që më kanë thjesht e kam bëu shumë më lehtë për mua. Mbështetë edhe për kraja, ndoshta. Sepse absolutisht nuk është kollaj me bë album, por ka shku shumë rrjedhë shumë edhe për ata që shkova mi punu një kongë, përfundova të punu dikon 25 kongë. Të cilat 12 janë në album. Po, 12 janë në album. A ka ndonjë lidhje emocionale me këtë album në ndonjërin prej këngëve ndoshta apo jo? Pyetja tipike. Normal na intereson pak me ditë se gjithë artistë shumicën e përgjigjen se kanë që jo, veç inspirimin e kam prej personave tjerë, po diçka dhe pakon e kriju me prej vetës ndoshta. Po, normalisht shiko, në rastin tem ku jam kriju vetë tek shues kantautor, performues, sigurisht shiko. Me tregu drejt shumicën e këngëve i ka shkruar Nesko. Në bashkëpunim me mua, por ai ka udhëheq si më thon tekstet edhe vijat. Por këtë këngë të kam për qefi, sigurisht, atë pa diskutim heq. Por në pyetjen tënde, po është kënga të komprit që kam shumë për zemër edhe që është dedikuar tamam. E dedikuar. Është dedikuar lidhje dashurie, ndoshta për këtë lidhje që e përfol, ndoshta po thuaj se çdo herë. Që nga dalja Bigut, bile edhe para daljes Bigut. Ke qenë vazhdimisht i komentuar për lidhjet e tua. Sa ka rëndësi krijimtaria ndoshta e muzikës në ose lidhja e dashurisë në këto krijime që ti i bën? Normal ka rëndësi, po a di qysh, po kënga të komprit është dedikuar për të dashurën time. Se emrin s'po di nga përmana jo. Të dashurën aktuale. Absolutisht aktuale. Mendova që ka qenë ndoshta për... S'ka të bëj kush me të kaluar. Okej, me të kaluar. Se titullit komprit, qashtu e kuptova. Po, ideja është titullit komprit sepse ato e kisha prit realisht. Kështu që pastaj unë titullin komprit. Pra, tash Blero është në një lidhje që ndihet i përmbushur emocionalisht edhe ka përfundu pritja. A është kjo arsyeja the end e titullit? Jo. Të albumit? Ja, s'është kjo arsyeja. Arsyeja the end e albumit është që e kom cekë në trizat tjera që është mendoj absolutisht të tjetë albumi jam i fundit. Albumi i fundit. Si album. Me që është edhe albumi i fundit, a e ke paramendu ose a e ke planifiku në planet e tua që me qenë edhe ndonjë performim live ndoshta i këtij albumi, apo kryesisht fokusin e ki tek veç lancimi edhe ndoshta një menaxhim pak më ndryshe i ditëve të sotme?
Menaxhimi pak më ndryshe mund me thonë që është bokse e radhe me album, ku unë veç që folëm para se me fillu intervista që tregova që albumi është dalë në 31 maj, veç në platformën Spotify. Kam pas reagime të ndryshme dhe për këtë vendim, por nuk ka qenë veç vendimi im, ka qenë edhe kompanies si ide. Edhe sigurisht në Kosovë po foli, shumica nuk kanë Spotify, gjë që kërkoj falje shumë, por është... Për neve që s'kemi Spotify, qish mund nami Ti vile ishtë defën po Spotify. Pse une? Po mërej, që jenë në media, jenë të shukon aktual. Do t'mi ditë që t'qysh kongët. Po e vërtetë është një farë forme, po... Për neve që s'kemi, kemi rastis që se kemi Spotify, qysh mundemi me dëgju kongët e Blerës? Veç Spotify. Veç Spotify. Ja, me datën, besoj, 10 qershor fillojnë me dalë kongët në YouTube, për në platforma tjera, me videoklipe, kështu që shumica ka videoklipe. Në çfarë forme tjetër ka ndryshuar Blerë, ndoshta përveç menaxhimit, mënyrës menaxhimit të albumit, edhe tek krijimi ose te këngët, te komplet realizimi i këtij albumi? Ku e ke pa veten që ndër vite ka qenë shumë ndryshe, ndoshta i gjatë realizime? Më kish marrë malli me kriju këngë pothuajse të natyrës time, por me një, si me thonë, me një vibe 3. Në orkestrim edhe në beats. Kështu që ajo është që është ndryshimi në album, shumë në album ki rrymat ndryshme. Për një ditë që atë ndërë me hinë Spotify, prap. Vazhdojmë të promovojmë Spotify. Kam eksploru bajege shumë. Dhe më ka dukë interesant se e nisha veten këto rryma ma different, ma ndryshe. Më pëlqejke. Përveç meje edhe njerëzve përreth meje pëlqejke se është diçka e re, Blero, po diçka e re, kuptimin e pozitiv, ndoshta. Absolutisht, po kuptimin e zhanrit, kështu që kemi zhanre ndryshme në album. Në fakt, veç Tallava s'ka. Veç Tallava nuk ka. Veç ato kështu keni sigurt. Okej. Ndoshta na herë të ardhme spritet me pas diçka Tallava. Nuk e besoj asnjëherë. Ai e kundër Blero kësaj muzike? Jo, më çfarë, du Tallavan shumë. Okej. Po jo, veç kërkoj më shumë. Ti vetën ndoshta nuk e sheh pjesë asaj, çati zhandre. Edhe pse njihesh që gjatë karrierës tënde në fakt ke eksperimentu me zhandrin tënd dhe muzikën, këngët, nuk i qenë i njëjtë ndoshta. Po cila këngë mendon që të ka identifiku si Blero, që çdo herë njerëz e kanë kërku prej teje? Nuk e... Kesh të thonë fatmirësisht. Okej. Konga që menoj që u komentu mas shumë ti, që me vite, sa e mëne në skem, është konga Fotografia. Fotografia. Nuk e di, Allah se unë s'kom rrimi kuptu arsyem pse njerëzit dojnë atë kongë qatë shumë, por unë jam shumë nostalgjike, është kongë nostalgjike. Unë edhe pse unë mendova një kongë tjetër që ke me thonë. Nuk e di pse La Vida Loca. Edhe ajo është e veçantë, po ma përmeni mas shumë të Fotografinë. Fotografia. A i ndjen ndonjëherë ndoshta impresion gjatë krijimit albumit ose edhe para albumit me ndryshu stilin e muzikës për me qenë më aktual ose ato që ka kërku publiku, me rikthy diçka ndoshta nga këngët e vjetra, shumica këngëve po kthehen. Ka pas një fazë është sigurisht, por e kom drejt me kohën që nuk është ajo që është jemon. Edhe qysh njëri me kohën edhe pjekët shumë, edhe mëson shumë, muzika është shpirt, sigurisht kur të flanë që ajsan në shpirtin tënd, atër dush mi bo. Unë ndoshta ishdesht me fazat saktume, ose me stin saktume me kriju një tip muzike që ndoshta ecëse, sa për, si me thonë, sa për sezona ose gjana tila, po jo, nuk e praktikoj realisht. Na herë jo mundu, po e kum pa që nuk është për mu. Unë jam ai cili krijoj kur të ndjem me kriju, qes kur ndjem unë me qitë edhe nuk është që bëjmë shumë matematika. Si e përjeton në fakt këtë ndryshimin ndoshta ndër vitet që ka ndodhur muzikës, këto që e përmende komercializimi i këngëve që zgjatin vetëm për sezona ndoshta?
Nuk të kemi pas njëherë që e përfshi që me lancu këngë që janë vetëm 2-3 muaj ose diçka e tillë verore. Unë kam shumë respekt për gjithë kolegët e mi, edhe kam respekt sidomos për secilin që punon e meriton punën, suksesin, gjithçka tjetër që vjen ato. Por për japin një mendim profesional në këtë drejtim, ose më shumë edhe të provojës ku ndjej pak keqardhje për publikun, ku imponohen këngë të cilat janë që zgjasin 2 ditë. Po kupton kuptimin e famës të këngës ose ndjej pak keqardhje, por prapë secili ka formën e punës që kam shumë respekt dhe sigurisht që artisti ose krijuesi e ka vizionin vet ku është vetën në të ardhmen. A mendon që i dëmton kjo artistët që krijojnë diçka të mirë ndoshta edhe po bëhen më shumë virale nga kjo pjesa e rrjeteve sociale, këto këngë që ndoshta zgjasin, siç po thotë 2 ditë? Nuk e di, a i dëmton, ata e din vet, por e din nëse do të një ditë ku e shohin vetën. Ty personalisht, juve që krijoni për shembull muzikë një kohë më gjatë, një periudhë më gjatë, sikur albumi ndoshta. Unë nuk isha preferu me bëhen këngë tilla, megjithëse okej, nuk janë këngë të caktuara ato që më thonë që ke këngën kështu, sepse po mu nuk më shkon. Thjesht nuk e gjej vetën aty. Ndoshta edhe për shtas s'di as me menu ashtu. Ndoshta i shkon me menu, punë biznesi, po nuk jam i prirur me menu në formë tillë se ndjej çështë. Se në fakt tash shumica edhe artistëve po i japin shumë popularitet këngës përmes rrjeteve sociale, po menaxhohet në këtë farë forme. Prandaj edhe pyeta tash sa i kundër këtyre, a ka më shumë rëndësi populariteti i këngës apo vlera e asaj këngë që transmetohet te publiku? Tash unë jam ndoshta po kthehet një farë biznesi. Absolutisht se njëri është adekuat me gjiku ose me thonë që kjo bën, që kjo s'bën, sepse prapë po them, secili njeri ka menaxhon veten edhe karrierën vet. S'jam kundër edhe nëse krijohet. Jo, veç pyeta shkaku që jeni shumë vite në skenë, edhe e ke përjetuar edhe ti këtë farë ndryshimi në fakt. Është ma ndjenjë e mirë ndoshta kur të përmendet një këngë mas 10 vjetë, thotë ose atë kur një këngë ka gjatësi, është sigurisht për çdo artist është ndjenjë e bukur, por prapë po them, s'jam kundër komercit sepse me faza caktuar edhe vetëm kriju. Edhe krijoj edhe komerc, nuk ka problem ajo, por puna që edhe mendoj që edhe në komerc duhet të pas shpirt. Po. Një farë shpirti ndoshta të muzikës. Sa i përballon vlero komentet ose kritikat në rrjetet sociale, qofshin për këngë ose edhe ndoshta siç e thamë më herët komentohesh mjaft shumë bëjmë buj këto lajmet e tua kur je në lidhje apo jo. Si menaxhon këtë pjesë? Si lexoj? Si lexon? S'mena me thos. Asnjë fund. Nuk mirësh fare, një mesazh për gjithë ata që ndikohen ndoshta te këtyre rrjeteve sociale. Nuk kam përshtypje. Po partnerës aktuale a i bën përshtypje? Ky farë komentimi, kjo vëmendja gjatë kohës? Asaj po, i bën përshtypje sigurisht. Por jam si më thon tu i tregu që çysh menaxhohet, sepse thjesht i them mos janë, mos lexo absolutisht çka më lexo. Po, e vërtet, ti ndoshta në praktik këto e realizon pak më lehtë, tash se ki shumë vite në skenë edhe shumë vite që e ki vëmendjen totale të publikut. Çdo intervistë jotja bëhet deklarate dhe komentohet jashtëzakonisht shumë. Çka të mungon nga jeta para kësaj fame? A e ke menduar ndonjëherë? Pyetje shumë interesant. S'u pas ka më herët këtë pyetje. Mungon ndoshta ajo jeta e përditshme, okej, unë kam që 22 vjetë s'kem. Mungon ndoshta ajo jeta ku veç jetë shumë mëngjes, je po gati e dal, ose e shku në shkollë, ose çka do dhe nuk po marrë kush me ty. Qa e privatësia mungon. Një moshë e re, do me thënë për marrë në veç pjesën e shkollës, Po, se ki fillu në moshë shumë të re. Po, dhe që ajo mungon, sigurisht. Po ato
e ndjej ka njëherë kur të udhtojmë në vene, shembull në shtete ku si me thonë Nuk njojnë edhe atë Singapore shumë. ose si me thonë ku me ditë ku nuk unë edhe shumë. Nuk ka shqiptar. Unë shqiptarë du ma shumë të në botë dhe Po. falë ty në jem këtu, po ideja që adin, ajo vëmendja që ajo e përjetoj që është. Liria ndoshta më shumë. E përjetoj që është. Nëse nuk do t'ishe bërë këngëtar në prej asaj periudhe të shkollës, sa ke pas ndonjë pasion që vlerën e kish ushtru sot shembull? Po e din krejt, është futbolli. Futbollin e ke përmend, po diçka tjetër kështu si profesion, Business. biznes. Po. Do me thonë, edhe pse tash je artist, nuk mendon me u kthy ndoshta në botën e biznesit në tarmen, apo si dihet? Unë me qëmë business. Me muzikën? Krahas muzikës. Krahas muzikës. Për cilën? Business? Po. Preferoj me kom pak. I heshtur, Po. mos me kom publik. Se unë se pas na ndëgju në herë që ata dhe deshta me të pyet ndoshta, po kjo s'është pjesë për publikun, a? Ja. Se bashkë mbune kurioze tash. Sa ka ndryshu vlerën ndoshta për gjatë këtyre viteve, si në muzikë edhe në jetë, gjatë kësaj periudhe 20 vjeçare ndoshta? Si karakter, jo shumë, po si pjekuri, më me thonë sigurisht është normale se gjanat e marrë shumë ma shtrum, ma easy ashtu, ma me qetësi. Mundohem shumë edhe besoj që nuk paragjykoj. Mundohem që se cili njeri ka jetën e vetë dhe mendoj që se njerëz duhet me jetu jetën që do ata. Çdo zgjedhje që bëjnë ata e bëjnë për veten e vet. Dhe në këtë formë kam ndoshta edhe një pjek. Edhe mendoj që qetësia po. A është mungesë e pjekjes ndoshta ose këto paragjykimet që i kemi për shumë artistë në fakt që vinë në studio, flasin dhe japin deklarata të ndryshme personale, qofshin ato edhe profesionale, me njëherë paragjykohen. A është kjo një mungesë që njerëzit ala nuk po vëdisohen që të mos paragjykojnë edhe të mos bëjnë ndoshta komente që i shohim të ndryshme në fakt? Qysh, ne kemi paragjyku gjithmonë sigurisht. Por mendoj që nuk është mirë me paragjyku. E ke vrejt në herë për shembull që hiç më larg se në raport me ty për shembull, unë më herës na s'jam taku. As të kom njoftë edhe në komunikim me sipër për intervistë, domethënë energjia isha okay, po pritoj me shku. Okej, hajt për hatër dikujna, atë në qështu. Por në moment që u taku, fillu me fol, energjia e mirë, edhe sigurisht aty, aty qysh, unë e pe provojës, më thonë... Ke paragjyku me ardhë në intervistë? Jo paragjyku, thjesht pritojsha, por kur erdha, pash energji e ki, edhe kesh shumë nice, për shta nuk më mirë me paragjyku. Qysh e bën vlerë për zgjedhjen e këtyre daljeve tua publike, duke e ditë në fakt që sot është mjaft e vështirë, pra duhet me qenë dikush që ti e njeh pak më shumë që më ta sugjeru dikën me shku sepse nuk je aq i sigurt, është shumë normale, se është një dalje e rëndësishme publike që mundet edhe me u keq kuptu, nuk e din se çfarë pyetje ndoshta mund me qenë ose çysh varion intervista. Ti personalisht qysh e bën për zgjedhjen e këtyre daljeve tua publike? Sa je i kujdesshëm edhe sa je shoqëror në fakt në raport me gazetar. Qysh e ki lidhjen, marrëdhënien me raportin e mediave? Media, fatmirësisht e kam raportin shumë mirë. Viteve të fundit është sigurisht për respekt. Shumicën e rasteve kurse kur është fazë për shembull të PR-it, se në këtë rast të albumit është mendoj që është domosdoshme. Sa i përket pjesës ku unë nuk e di çfarë pyetësh kemi bërë ty ose kushdo, nuk e kam atë problem hiç, sepse kam atë vetbesim, kam atë besoj që thjesht di në formën që e trajtoj një përgjigje. Mandej njerëz që e marrin si përgjigje është të ta, por unë jam ai që jam
i drejt për drejt e sinqert edhe nuk do me thonë që nëse dikush është ndrysh ose bën ndrysh është veç problemi i tyre, jo im. Sa keq përdoret në fakt, ose sa mendon që keq përdoret sinqeriteti i personazheve publike kur janë të sinqert pra në media. Duke qenë se të kemi pa shpesh herë në intervistat, kemi parë edhe në pjesën kur ke qenë Big Brother, që ke qenë shumë emocional, ke qenë shumë i sinqert. A mendon që ndonjë fazë si të thënë i e keq përdorur nga mediat? Klikimet, qoftë për lajme ose diçka tjetër. Keq përdor në formën që i ka komunuar atyne, po jo deri nivelin ku kam prek, si me thonë, aty ku nuk do të me prek. Kuptimin me qit ekstremisht keq me qëllim të keq, jo ashtu, se kam bo faleminderit për tyne, po se din edhe, dikush din edhe bosan e tilla. Por fundit ato për vete kanë mediat, sepse unë njëherë shkoj kur e shoh që vjen mundu me keq përdorur ose me përdorur në formë tjetër, unë nuk shkoj përveç që të shkoj unë i sugjeroj edhe njerëzit e mi kolektivi mos më shku. Po që është veç humbje tyne. Sa është e vështirë me balancu tash këtë jetën dinamike në intervista, dalje, mbrëmje muzikore, ndoshta edhe me ato familjare, përditshmërinë e zakonshme. Intereson me ditë çyshe e menaxhon. Menaj që, okej. A është e vështirë? Jo, nuk është, sepse në jetë gjithçka menaxhohet. Vetëm nëse vullneti aty gjithçka menaxhohet. Unë kam një lifestyle timin dhe besoj që sigurisht se ndryshoj për kur gjo, rrallë parë është familja, vajza, mandej është muzika, mandej biznesi, shoqënia edhe sigurisht dashura e tutje, kështu që i menaxhoj bëj mirë. Gjej kohë për të krejt. Na mendon që në ndonjë periudhë tënde të caktuar, me shembull, ka ndiku ky stresi, ngarkesa e këtij profesioni ndoshta në lidhjet e tua? Po, mendoj që po. Por ato që nuk kanë mujt një bajt këtë presion, u konë thjesht problemi ty një janë. Sepse ato deshmi ditë me kanë pojnë lidhje. Po. Se unë jam njeri skenës i muzikës edhe nuk ndryshoj unë për askën këtë botë. Po, në fakt, kjo është edhe arsyeja pse kur e zgjedh dikon e din se çfarë profesioni ka. E merr përsipër pak a shumë edhe atë barën e tjetrit. Po ti a mendon që ke sakrifikuar ndonjëherë në lidhje? Shembull me lon diçka anash pak profesionin, e din që pas daljes nga Bigu ke pas ndoshta me thonjza një pauzë. Rekuperimi, a mendon që ka qenë një lloj pauze veç për veten? Me marr me veten sepse kam pas nevojë thjesht për një relax, larg gjithë shkafit edhe është shumë normale. Kështu që adin formati Big Brother është merr shumë prej teje. Energji. Ekstremisht shumë. Pra ata unë kam pas një pauzë të vogël edhe që më ka bërë shumë mirë. A e ke ndjek këtë vit këtë reality show në fakt? Po e kam ndjek, pak a shumë. E kam ndjek. Intereson me ditë për kënë ke qenë kështu që ki përkrah, se të ka pëlqy si personazh. Në Kosovë, në Shqipëri? Në Shqipëri edhe në Kosovë. Këtë Big Brother jo një vogë ka 6 muja, 7, se pianistë Kosovë tani vazhdan Shqipënia, tani gjysmë viti Big Brother është pak too much. Po unë po menoj që çdo vete më shumë Big Brother për shkak tu e gërsu. Në aspektin e shembujve të këqij, të gjuhës, pra asti fundit edhe fizik, reagimet. Mendoj që i kisha bërë një apel atyne që përzgjedhin, si me thonë, personazhe me hi në Big t'jenë shumë të kujdesshëm, se fundit ato pikëshurën dhe fëmija. Po. Edhe është normale që ata ndikohen, ose menojnë që është mirë që ata tjetëri, që është bën tjetëri. Edhe po shkon të e gërsu shumë, banalizu, s'm pëlqen as pak, ndoshta profilit tim, karakterit tim nuk i shkon ajo botë, po mendoj që është një pasqyrë jo aq e mirë jashtë për njerëz. Po.
duhet me pas rregulla shumë ma strikte dhe jo tolerime. Kuptoj që është biznes për televizionet, por edhe etika duhet të jetë aty brenda, sepse është totalisht e gabueshme kur mendon një medium vetëm biznes për klikime edhe për shikueshmëri. Nuk mendojnë që çfarë ndikimi kanë jashtë. Kështu që mendoj që duhet me po përzgjedhje pak më të selektive, Strikte. pak më strikte, selektive edhe rregullat brenda me konë shumë më strikte. Do të thonë, nëse dikush e tepron pak me ofendim, jashtë. Me marrë masa me Me njëherë. njëherë. Po, në fakt, është komentu shumë kjo dhuna që ka ndodhur në natën e Prime-it, nëse nuk ka bëj kur ka qenë njozi ndaj Gjestit, edhe kanë reagu shumë artista, që normalisht edhe është desh se ka qenë diçka Në shumë. ndërtajmë konë, po. Po. Si e ke përjetu në atë moment, kur e ke pas se unë për veti, kur ka ndodhë pikërisht ajo, dhe me thonë nuk unë shokuse. Edhe halua nuk e kuptojsha qysh mundet me qenë një televizion kaq i madh si Top Channel, shembull, për me bu një Në këtë rast nuk ka faj sjellje të tilla, nuk ka faj televizion. Sepse ata nuk e dinë për shembull çfarë. Qysh e sheh këtë pjesën e artistëve që ndoshta ka një bagazh mjaft madh artistik, sikur ti që ke pas në Big edhe hyrje brenda. Sa është e rrezikshme kjo? Se ki përgjegjësi normal shumë më të madhe. Kjo është thik me dy teha. Por me bagazh timin më fut në Big. A e ke ndjeti këtë ndrydhje ndoshta shpesh herë emocionale që mos me reagu në situata caktuar edhe kur ke dashur me reagu, shembull e ke pas përgjegjësinë se çysh po dokna jashtë ose a ka qenë kjo ndrydhje e emocioneve ajo pikërisht arsyeja që ty edhe të ka bën ndoshta me u tërheq prej lojës? Ma shumë u konë që erdhë situata mrena energjia ose thjesht Toksiciteti. po, fix edhe ajo që nuk kisha realisht me kanë me fol. Tash nuk jam tipi që shkoj fol me një kamerë, po fol ashtu ndonjëherë, po kështu me bë muhabet me kamerë s'ma kthem. Me bë muhabet ata mrena sepse për jetën, për karrierën, për gjithçka, për atë në përgjithësi e ktheshin Hajgore. jo hajgore, po edhe hajgore, po edhe ktheshin ashtu keq përdorshin edhe në Prime, edhe bëjshin, si me thonë, llogarit ndryshme. Për ata unë kam pas shumë më shumë me tregu mrena prej vetes tam, ndoshta prej ngjarjeve, prej jetës, karrierën. Shumë sana me tregu mrena që besoj që është shumë interesant. Po. Por në fatkeqësisht me shumë respekt për këtë banor që në konë mrena, Po. se ata janë konë në loj, veç unë më të besë konë në loj, për shta kur se pash vetën në loj, edhe thash, palën po dalë, ju vazhdoni. Jam jashtë lojës. Në loj se mi kur, sepse shof, okej, ajo është një format ndoshta që dush me lujt, po e kom prej fillimit. Po. Luj, qa me lujt? Nëse tu kish bo ftesa në Big Brother VIP Albania, a ishe shku? A e sheh ndryshimin ose dallimin e realizimit? Komentohet mjaft shumë asnjëherë nuk flitet në media. Në bigun e parë më ka po ftesa në Albania. Arbana ka vëdhej që orën në Prishtinë, ka thonë me një Big, kur ka filluar në Shqipëri. I kom thonë jo, me shumë respekt për Arbanën, Top Channel, sigurisht, i kom thonë jo. Kurse, pse në Kosovë mas 2 viteve thash po, se e pash një ma shumë ishte një sfidë me vetën. Me vetën. Sepse është me këshyrë disa po e baj këtë çështjen e sti formati. Kësaj mbyllje, stresit, ndryshimit, ndoshta. Besëm, sinqerisht e kam unë para se më ndoshta desh me këshyrë Big Brother, para se me himrana, po nuk kam këshyrë Big Brother. Nuk e kam ditë qysh realisht. As nuk i konsultu me askën, me fol, me pyet, paka shumë për strategji, loj. Ti ke i sinqert, totalisht. Unë jam qështu, unë të tregu dhe marrë, unë jam him Big Brother me zero djeni që është po luj kemrana, para, dyta. Unë kom menu sinqerisht që si natën e parë, kur takum në aty një 20 veta, bëj shumë muhabet, knaj shumë natën e parë. Po. Tash kom e konë shumë chill, kom nuk më him rana mi, taku një 20 veta, 3, ose ndoshta një nuk e di. Edhe vesh me folë, me muhabet, me kalu kohët mira. Ja, kohët mira. Por veç A ka mbetë shoqëni jashtë Bigut me Blerën? A ka personazhe?
Po, ka, me shumicën për ty në kam kontakt, jo nështë shpesh, po kështu aty këtu kam kontakt, absolutisht. Ka zakonisht pas këtyre daljeve hatërmbetje? Jo, sinqerisht me as edhe një s'kam heq. Përveç një, po, ajo dihet. Kush është? E din krejt kush është. S'po m'vjen me. S'ka lidhje. Okej, ja bashkan gjithë në foto në fund aty kur te ullëm toje. Vlero, përveç imazhit që normalisht i kushton shumë rëndësi edhe daljes tënde në media edhe kudo tjetër në fakt, nuk i qef ndoshta më përfol ose më e mem që jemi përfol për skandale. Sa i kushton rëndësi dukjes? Stilit? Shumë artist ndër vitet zgjedhin me bashkëpunu me stilistat ndryshëm ndoshta. Po. Qysh je ti në këtë pjesë? Varet për çka është projekti. Punoj edhe me stilista, po edhe varet për çka. Nuk është, sigurisht i kushtoj rëndësi sepse është pjesë shumë e rëndësishme. Po në varet për çka është. Sa ka ndryshu Vlero i para 20 vite ndoshta në stilin edhe sot? A e shef vetën mrapa në kohë dhe me thonë këtë stil s'di se kisha vesh ndonjëherë ose ky po m'pëlqen, a bën dallime? A di qysh normal që edhe ti për shembull me kështu vetëm mbrapa dhe mbrapa kështu kështu kur njëjti me dhëna. Pa është normale se është në kohë. Edhe nuk është që vi pishmon për shumë vesh shumë. Për çat periudhë? Jo, thjesht. A të ka ndiku ndoshta një fazë e jotja që komentues ose njerëz komentojnë për veshjen apo dukjen ndoshta? Se është një peshë e artistëve që është të krejt. Të vajzat mund me qenë para gjykimi se që dalin në klipe, etj. Të meshkujt mund me qenë pse po duket edhe kur të shohin një ndryshim sa do i vogël bukur ose diçka, pse ky ka bu kështu, pse kjo kështu. Pse s'po del të pyeta direkt s'po kuptoj. Te cila pyetje direkt? Unë e di ku do më dal. Dil direkt. Komentues sidomos. Jam i dillun. Jam të pa që ku shirmi. Mos e mundoj vetëm. Jo, se mundoj vetëm të bëj pyetjen sa më të lehtë që ti më u përgjigj më lehtë. Unë mendoj që përderisa njeri është i lumtur, edhe çfarëdo vendimi që merr me trupin e vet, me veshjen, me pamjen, me flokët, me gjithçka është shumë okay. Edhe e di ku komentu kohëve të fundit kjo kështu ashtu po. Po edhe nëse ka botox, edhe nëse ka fillera, edhe nëse ka çka tani, nuk është fytyrën e ju, fytyrën tëm. Edhe unë po të komplimentoj se po duket shumë bukur. Faleminderit. Edhe po duket shumë natyrale, po e vërtetë është që kam vërshu shumë meme në fakt edhe komente që është e zakonshme për ty po besoj. Është veç funny. Është funny, i merr me sportivitet. Absolutisht. Nuk e di, tash jemi bo kurioz, na ke bo gjithve kurioz për të dashurën e rejse, dhe ata kur të kuptojnë, nështë avis një iniciale ose diçka, kanë me kriju në e farë meme ose komentet ndryshme. Nuk është që dole në media, kështu që është këtë periudën e fundit, do më thonë zgjedhjen e të dashurave po e bëjnë të dashurave, mos të bëjt ashtu. Tash e knaqe. Lidhjet e fundit ke pas personazhe që janë publike, po njërën e kanë gjetë ndoket. Çka nëse e gjenë këto tjetër, na mendon që ka më qenë një ushtrim psikologjik, kështu si i mediave. Po këta kanë gjetë. Unë e kokna pak mrapa. E bashkan gjithësim edhe foton tjetër pranës. Nuk u zhere. Mirë, Vlero, me që jemi dhe drejt minutave të fundit, kisha dashur përveç kësaj që e komentu me shumë sportivitet edhe shumë pozitivitet për anës tone, një mesazh për gjithë ata që i kushtojnë ndoshta përfund rëndësi vetës edhe mënyrën se si ndjehen. Cili kish me qenë për me përmbyll këtë epizod të distriktit? Për njerëz që s'kujdesin për veten, kisha thonë që nuk është mirë më kujdes për veten, sepse a di qysh provone një herë kuptimin gjimin ose investimin tek vetja. Investimin tek vetja në gjitha format edhe pse jo, është Tashmë nuk është kjo vetëm një diçka që e ushtrojnë ndoshta njerëz fytyra publike, po gjithë njerëz të rëndomt faktikisht
Po, është halli që ju komentojeni. Përveç që na komentohemi, krejt shumica njerëzve fatmirësisht shoqër që kujdesin për veten, se është edhe kulturë më tash, nuk e di, 2025 janë, çka ku problemi. Sakt, është kulturë edhe është diçka që të bën muni mirë fillimisht, edhe reflekton mirë te njerëz të tjerë. Absolutisht, domethënë kur është vullneti, mundësia edhe si më thon, jemi me të jetu një kohë tillë është shumë normale Po. nuk e di. Sakt. Edhe unë i bashkangjitëm fakt këtij urime, edhe me i largu këto mlethet edhe këto kritikat ndoshta që ata njerëz që kanë komplekse e shtryn në një farë forme. Është më shumë që Po. pas s'ka problem, ajo problemi tyne. Ndoshta më shumë ata që janë se kisha bëj çfarë dush, besoj është jeta jote, unë nuk gjykoj. Po. E përmend edhe më herët që në fakt Kurtojnë është një fjalë anglisht se na shqiptarët kena qef a ke po në shumë do raste edhe mu fry pak me ja qështu, unë jam tipi thom, kur folin para meje qështu në tavolinë, unë që thom good for you. Po. Edhe mirë për ty, që më himu në gjep, qa kiti, qa skiti, ose nuk është blero, nuk ki tendenca xhelozi ose zilije ndaj dikujna. Se s'ka sens për mu, edhe nuk ka sens. Amo e rastis këtë pjesë, ndoshta te njerëz të tjera merr këtë energji se normal që po nuk ka që një veshin tjetër ndel. E sidomos ditët e sotme. Sidomos ditët e sotme. Mirë, Blero, të falenderoj shumë që ke gjetë kohë me qenë pjesë e distriktit edhe të uroj suksese në albumin e ri, po shpresoj që të shihemi ndoshta edhe në projekte të tjera. Faleminderit. Mes të dashur, ne këtu po e përmbyllim edhe këtë episod të distriktit, e ju mos harroni të bëni subscribe kanalin tonë YouTube edhe në të gjitha platformat e rrjeteve sociale. Ne do të shihemi së bashku të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëjtje.